Një organizat kriminale me bazë në Tiranë e përfshirë në trafikun e drogës dhe pastrimin e parave nga Italia në drejtim të Shqipërisë u godit nga antimafia italiane në bashkëpunim me Prokurorinë e Posaçme. 10 masa sigurie u firmosën nga gjykata e shkallës së parë antikorrupsion me kërkesë të SPAK, ndërsa 5 të tjera u lëshuan nga autoritetet italiane, teksa operacioni u ushtri në Shqipëri, konkretisht në Tiranë, Fier e Vlorë, në Barcella të Italisë, si dhe në Madrid të Spanjës. Mes dy vendeve u zhvillua një konferencë për mediat, ku i pranishëm ishte drejtuesi i SPAK Klodian Braho dhe drejtuesi i seksionit për korrupsionin Vladimir Mara, të cilët ndan detaje nga operacioni. Është një element shumë i rëndësishëm i këtij rasti, jo vetëm goditja e aktivitetit të krimit organizuar, të trafikimit të drogës, por edhe goditja e produkteve dhe pasurive që kanë rrjedhur nga aktiviteti i trafikimit të lëndëve narkotike. Dy krejret e kësaj organizate dyshohet se janë Nigli Kamberi dhe Ergjys Kastrati. Ky i fundit u arrestua në periferi të Tiranës, ndërsa Kamberit ju komunikua masa arrestit në Qeli, pasi ai mbahet në paraburgim në shtetin italian, që prej prillit të vitit 2025 i dyshuar për vrasjen e 26 vjeçarit Francesco Di Viesti. Vrasja e riut u zbardh pak ditë pas krimit të rënd, ndërsa shqiptari i përfshirë në krim u arrestua në Roshe të Hungarisë, pasi u kap me 24 kg kokainë të pastër në kuadër të një hetimi që prokuroria e Tiranit po kryente aso kohe. Pas arrestimit, policia gjeti tek familjarët e tij mbi 240.000 euro kesh, çka çoi më pas në dokumentimin e përfshirjes së 3 shtetasve të tjerë në këtë çështje penale. Zanafilla e nisjes së hetimeve nga antimafia italiane për këtë grup kriminal ishte pikërisht vrasja e 26 vjeçarit. Veprimet e thelluara hetimore çuan më vonë në identifikimin dhe përfshirjen e personave të tjerë në grupin kriminal të Igli Kamberit, të cilët trafikonin drogë dhe pastronin para të pista.